Një padi e re në SPAK i shtohet në fund të 2025-s zëvendës kryeministres dhe ministres së energjisë dhe infrastrukturës Belinda Balluku dhe tre vartësve të saj. Janë banorët e Posribës që dorëzuan këtë padi me akuzën e ndotjes së ujit nga Guroria, një problematikë ngritur prej kohësh nga ky komunitet. E pas Ballukut, banorët lajmërojnë një tjetër padi në nisje të vitit të ri 2026, këtë herë për kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci. Tash na do t'i bëjmë padi, do ta fillojmë vitin e ri, do t'i bëjmë padi kryetarët bashkisë për një investim si është bërë aty edhe drejtori ujësisë kanalizimeve. Ku i kanë zgjedhur ata parat? Si hedhin parë si me kanë letra spathish. Janë parat e taksapaguesve shqiptar, edhe jashtë funksionit. Sot na kanë shkuar në SPAK tre persona për vepra penale. Një e parë, Belinda Balluku, në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe zhvillimit në kohën e kryes së veprës penale, kana Petrit Malaj, drejtor ekzekutiv i AKBN-s, dhe Viola Haxhi Ademi, në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe zhvillimit në kohën e kryes së veprës penale. Objekti: konsumimi i veprave penale të shpërdorimit të detyrës, mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e palishme dhe ndotja e ajrit, ujit dhe e tokës, dhe menaxhimi i mbetjeve. Ne i baj thirrje edhe kryetarit bashkisë sa ka investuar këtu për festa, investojnë na bien ujë të pishëm ne atje se kemi nevojë, edhe po kalojmë një sot shumë vështirë për ujin. Na kanë bë takim me kryetarin e bashkisë këtu Benet Beci bashkë me këtë prefektin, edhe na ka thonë që do të investigojmë. Këta nuk kanë investiguar asgjë, populli alapin ujë në notur, Guroria ta la hellin me turina në mi ujësjellç. Një investim që kanë bë maja investimi, do me thonë, a bon 2011 një investim nga fundi i zhvillimit, kurse tash ka bë një investim tetori që shkoi, ka bë një investim maja ka fut ujnat sezonale, pra nuk ka bë asgjë për ujësjellçin. Kanë marrë 160 milion euro se ka i kanë quë punë për ta, pra na i bojmë thirrje kush e ka në dorë SPAK-u si veproj sa më parë që se gjendja është shumë keq. Ka bën një ndërhyjje kryetari i bashkisë, vetëm me mprojt Gurorit, me na hedh plonë se është ne ka bën një ndërhyjje me ujë nëton, ujë sezonal. 3 muaj kur vjen shi ka ujë, që tash e ka kurripika sot që flasim bosh, që ka kurripik ujë. Ka bën ndërhyjje kjo gjoja, veç me një muaj firmat atje me lanë me punu me jetu ata atje. Ose 7.000 franë me kanë ndam të shnedit njerëzor këtu. Protestat, daljet publike dhe denoncimet e banorëve të Posribës deri më sot kanë rënë në vesh të shurdhët, ndërsa problematika me ujin e pishëm vijon prej vitit 2017.